frikë ta mendosh. Të tjera përdinë dhe ja t'ju shfaqe. Shfaqja e re pa gravitet e vënë në skenë teatrin Zihni Sako të Gjirokastrës mbrëmjen e djeshme me regji nga Kudret Alikaj. Përcolli për publikun mesazhe të fuqishme mbi realitetin bashkëkohor dhe sfidat e shoqërisë së sotme. Publiku vlerësoi veçanërisht interpretimin e aktorëve dhe mënyrën se si u trajtuan temat aktuale, duke konsideruar shfaqjen një përvojë të pasur artistikisht dhe mendërisht. E bukur e kësaj është sepse ne ishim të gjithë amator, po brenda vetes tonë ishim profesionist në dëshirën dhe dashurinë që kishim për këtë poezi, për këtë takim, për këtë ide të bukur që kishte Kudreti. Përveç se punës që kemi bërë mësova shumë, është një disiplinë që ne mësuam, po skena është e magjishme. Unë gjithmonë kam qenë spektatore. Kësaj radhe isha këtej nga kjo ana dhe është e magjishme, ke shumë emocion, është vlerëson kolegun, gjithçka që thuhet këtu dhe fjala ka peshën e vet. Çështja që u diskutua më së shumti apo që ishte tematika e kësaj shfaqjeje ishte më shumë realiteti ku ne jetojmë normalisht me të mirat dhe të këqijat e veta, nis me shumë realitet, pastaj kalojmë në shumë dashuri. Unë uroj që gjithë ata që e kanë parë e kanë pëlqyer dhe shihemi për të tjera. Elementet skenik, regjia dhe loja aktoriale krijuan një atmosferë të veçantë në sallën e teatrit, duke shndëruar mbrëmjen në një ngjarje kulturore të rëndësishme për qytetin. Shfaqja ishte ndarë në dy pjesë, në dy tablo të mëdha. Një pjesë asaj që unë të paktën si artist dua që vendi im të bëhet më i mirë. Edhe kjo thirrje, se kam patur një debat të madh për i vendosur titullin, t'ja bie thirrje në shkretir, thirrje në humner, pastaj gjetë në këtë formë dhe mendoj se kjo i ri më mirë si kostum shfaqjes. Por në fakt pjesa e parë ishte e gjitha një thirrje. E veçanta e kësaj shfaqje ishte që çdo material këtu ishte ndërtuar mbi një poezi monolog. Nuk kishte asnjë vepër që të fliste në vetë të tretë apo në vetë dytë. Teatri Zihni Sako vijon të mbetet një hapësirë e rëndësishme për promovimin e artit skenik dhe përballjen e publikut me vepra që nxisin reflektimin duke forcuar rolin e kulturës në jetën artistike të qytetit të Gurtë.